Pavarësisht shtrenjtimit të derivateve të naftës, qytetarët ende nuk e shfrytëzojnë transportin publik. Do të ishte komike, po të mos ishte tragjike, duke marrë parasysh faktin që transporti publik është falas. Qytetarët që anketoi televizioni Koha thanë se fare nuk e shfrytëzojnë transportin publik. E shfrytëzon transportin publik, autobus? Jo. Çfarë u thon për qytet? Në për qytet në kam shumë. Me çfarë u thoni? Me bicikletë. Por ju nuk pas ka problem nëse rritet çmimi i naftës, me çfarë shfrytëzoni? Jo, bicikla sarxhan kur gjon. Me çfarë u thoni në për qytet? Në për qytet kam, po unë vim me vetë çështë. Mirë, por edhe ekipi i televizionit Koha sot shfrytëzoi transportin për të vërtetuar, siç e shihni, një autobus që e pritëm ishte i mbushur përplot me nxënës dhe student dhe na u desht që ta presim autobusin e radhës, me që ekipari nuk kishte vend. Edhe autobusi i radhës ishte i mbushur, shumica e të cilëve nxënës dhe student, megjithatë, kishte edhe qytetar më të mëshuar që shfrytëzonin transportin publik. Një nga shoferët e ndërmarrjes së transportit në Tetov tha se është për të ardhur keq që nuk shfrytëzohet transporti. Ai madje tregoi edhe brengat dhe pengesat që i hasin çdo ditë. Çdo ditë, çdo orë, çdo lëvizje që bëjmë ne, e kena njëjtën problem ja si e shif. Domethënë kjo është rutinë e përditshme. Prej 6 gjimës mëngjes i fillojmë deri 10 ndrimi i parë, ndrimi ditë, prej ora ditë deri në 11 natës, shkët probleme kina si e shef komunikacion. Me këto të lashe, me të shame, me firje, me loj. Masi që është shtrejtu nafta, keni vret rritje të interesimit për shfrytëzim të transport? Do me thonë, ke populli nuk, me thonë se nuk ka në krizë, asesi, si mos fluksit udhës që është, si hece njerëzit, nuk diskutohet. Se po, mas kretive shtrejtimeve, duhet ketë një reduktim të vogël, këto do të thonë, nuk shifet asë gjanë se është penges. Sa i përket grup moshave, nxënësit dalin të janë shfrytëzuesit më të mëdhej të transportit. Cilët janë grup moshe që më shumë të shfrytëzojnë transportin publik? Moshat janë nxënësit e shkollës, kanë nisë më të madhe, pala tjetër 1.000.000%, pala janë më dobët shumë, nuk janë të edukum, shumë pak, për fatë keq. A problemin më të madh e kina me vend parkinget, me vendet tona ku janë apostafat për autobus, asnjëherë s'kemi lirë. Te xhamia e larme, disa herë kina pat konfliktet ndoja veçi mrish edhe të vritësh ose ta lësh punën. Që si shef, që ku duhet parkohem une, ku duhet ndalem. Kur do vihet tjetri, do më thonë fajtor jam une se unë ja za rrugën ati. E nësi s'është problemi jem, ama do me thonë fajtor çdo gjë që të ndodhje bie mbi mu se unë e zan rrugën kryesore. Gjithë ndodhje do me thonë merrem pitë që unë veç pak më të vrasit tjera. Unë fajtësohem për çdo gjë. Edhe drejtori i ndërmarrjes Tetova Transport thotë se kriza botërore energjetike nuk reflekton në rritjen e numrit të shfrytëzuesve të transportit publik, edhe pas rritjes së vrullshme të çmimeve të naftës. Drejtori Izer Kirmizi thotë se shfrytëzuesit më të mëdhej mbeten nxënësit e shkollave të mesme. Aktualisht, domethënë, janë diku rreth 1500 kartela në shfrytëzim, domethënë të transportit publik. Pjesa dërmuese janë nxënës të shkollave të mesme, ndërsa pjesa tjetër janë të shkollave fillore edhe të kartelave falas, të cilat janë në qarkullim. Tani, kriza energjetike e cila po shfaqet në gjithë botën, natyrisht edhe tek ne, nuk reflekton, domethënë, shumë në shfrytëzimin, në rritjen apo në zvogëlimin e shfrytëzimit të transportit publik këtu në Tetov. Numri pasagjerëve parafërsisht është i njëjti, domethënë i cili ka qenë. Për të marrë një kartel falas të transportit publik në Tetov, duhet të jeni qytetari i Tetovës dhe të keni paguar tatimet komunale. Transporti falas vlen edhe për fëmijët ndër moshën 7 vjeçare.